Familja Krasniqi, Jaha dhe Shpati nuk do të hanin drekën e Kurban Bajramit, po të mos ishte vullneti i mirë i Revisës Imazh për t'ju ndihmuar para kësaj feste. Familja 7 anëtashe Krasniqi nga fshati Bardhosh të pa punë me një social mundohen që të sigurojnë bukën e gojës. Macina nuk më punon, timit fare me dorë më duhet me la. Enë që ashtu më duhet milione për vonga që pishe vetë. Kejtë e kom jetën si sështë jeta normale, që kjo po mbrin mas shumë. Për zonjën e shtëpisë, bukuria Krasniqi nuk ka me vështirë se të shofe mijet tek bëjnë jetën në këto kushte. Mja kanë që me pos një jetë ma të mirë, normal, tonë. Po nësë po më mja arrit se vetë mas pari e me smutë, vetë nuk muj me punu shumë, që kjo dorë pe që e kom i e kujtë më ngrijet. Dhere se kaloj të rëzit në dim, e kaloj jetën në qysh, dimnit shumë e ka vashtirë. Babë Bin nga komuna Klinës që jetoj në fushë Kosovë halë të madhë kanë si të siguroj një vend për të jetuar. Disa shkallë të erta, muret e plasaritura, dritaret të fyera qojnë të Kadri Shpati, zoti familjes që jeton vetëm me të bien Vlorën 9 vjeqe. Për shkak se krye familjari është urdhë me mec, mesa e ti ardhmeria rrefen për kushtet e vështira të kësaj familje. Për shkak se s'ka pos atje ku jeton, edhe komuna si ka afro kur farë ndime, na me mundësi të ojnat e kena pro kena strehu qëto. I kena pagu 1.000 euro se 2.000 nuk përja me sigur të në gjendje soj kena dhonë, para dhe dite u ka shkoj, i ka thonë me liru edhe këtë vanes, se po dojna me shqit, kjo mundësi me dho, por e tira për këto s'ka. Për momentin është i vendos të onë, nëse diku shko me një mu, diqka, faliminderit. Kryefamiljari Shpati për shkak të gjendjes së tij nuk ka mundësi të punojë, ndërsa bia e tij është vetëm 9 vjeçe, e cila përkujdeset për të dhe për shtëpinë pasi nëna qysh në lindje i ka vdekur. Edhe Albulena vogël e familjes Jaha nga fshati Vranjevs në Prishtinë ju gëzuan ndihmës. Për shkak se prindrit kishin dalur për të siguruar ushqim, voglushja na hapi derën e shtëpisë duke dhuruar buzëqeshje dhe përqafimin e saj. Këto familje dhe shumë të tjera në Kosovë jetojnë në kushte të vështira për jetesë që nuk gëzojnë as nuk presin festat e tilla. Revista Imazh është revista e parë në Kosovë që përmes shitjes së saj ndihmon familjet e varfra. Muslimanët në të gjithë botën i ndihmojnë familjet e varfra që sa të pak të kenë një sofër me të begatshme në festën e tyre, që padrejtisht nuk është e bollshme.